në mos gaboj, para 2 ditësh, ju e dini që njerëzit e prokurorisë speciale ishin në parlament, në komisionin e parlamentit ku referuan për zonin Balluku, dhe atyre duhet të bësh një vërejtje në sensin kur ata sjellin sipas atyre dëshmi që zonja ka ushtruar presion dhe kërcënim ndaj dëshmitarëve. Pse nuk veprojnë deri tani dhe mos ta lënë topin njëherë ke parlamenti dhe njëherë ta marrin ata duke shtyr kore shumë dhe të merren të paktën me gjërat që mund t'i prekin. Që do të thotë njerëzit që kanë kërcënuar t'i vendosin përpara hekurave dhe t'u japin dritë hetimeve për arsyen e vetme që Zoti Rama, çfarë do makinacioni që të bëjë nuk ka çfarë t'i bëjë me zonin Balluku. Dhe me këto incidente që po ndodhin në vendin tonë, me këtë amortizim të frikshëm, të themi në mendimin tim, ne kemi një amortizim mental. Ne kemi një amortizim mental në demokraci. Do të thënë, zakonisht në demokraci njerëzit forcohen, u forcohen muskujt, neve kemi një lloj amortizimi sepse ne po vegjetojmë në demokraci. Dhe po mendoj që është momenti më i mirë për zotin Rama dhe unë besoj që ditën e nesërme zoti Rama besoj do jetë shumë logjik në atë që do kërkoj, sepse ne dim që mënyrën se si e drejton mbledhjen ai ashtu do jetë edhe përfundimi, që Partia Socialiste ta lëshoj zonin Balluku. Peshën që ka marrë Partia Socialiste me zonin Balluku është e paimagjinueshme. E para që tashmë publiku shikon tek qeverisja e zotit Rama kreditet të minimizuara deri në kufit të paimagjinueshëm. Dhe nëse nuk do ishte zoti Berisha me një pjesë njerëzish të paaft për të adresuar çështjet vendit. Për shembull këtë që ju e thot edhe me shqetësimin qytetar, po ç'lidhje lidhe kanë me urën e zogut, atë kryevepër që dikur ishte mrekullia e atij zhvillimit të Shqipërisë prishë, ose çka kanë me mjedisin, çka kanë me ujin. Ore kemi shkatërruar. Do të them, ti nuk i gjen këto adresime ke këta njerëz, edhe korrupsion. Kapitalizmi do ketë korrupsion. Edhe kapitalizmi më i sofistikuar do ketë korrupsion.